Siç e kemi thënë dhe stërthënë, Negli Tako, që pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, është mjaft aktive në rrjetet sociale. Ajo së fundmi ka tërhequr vëmendjen me një selfie të postuar, ku shfaqet me një pamje elegante, por kësaj radhe plot seriozitet. E veshur me një bluzë të bardhë me detaje të zeza, modelja duket më e qetë dhe më e përmbajtur se zakonisht. Me flokët e gjatë, të drejtë dhe make-upin e thjesht por të kuruar, Egli reflekton një stil unik dhe plot vendosmëri. Kujtojmë se Egli ka deklaruar se po punon shumë për projektet e saj të reja, ndonse para disa ditësh ajo publikoi këngët e saj të vetme, por edhe në bashkëpunim me Fifin. Bashkëpunimi i saj i fundit me Fifin solli shumë debate, ku kënga njëherë u fshi dhe u rikthye përsëri, dhe nga burimet e sigurta u bë me dije se kanë qenë thjesht debate për përfitimet financiare. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se lidhja e saj me Gjesin mbetet akoma e fshehtë, sepse ata të dy ende nuk kanë deklaruar nëse janë bashkë apo janë ndarë.